Sot do t'ju prezantoj me një nga pashallarët më intrigues në historinë osmane. Më 26 mars 1797, në konakun e familjes shqiptare Bushati, e cila sundoi pashallëkun e Shkodrës në perandorinë osmane nga viti 1757 deri në 1831, lindi një foshnjë. Britma e parë që jehua mes mureve prej gurit të konakut i përkisni Mustafës, djalit të Mehmed Asaf Pashës, përfaqësuesit të fundit të dinastisë. Fati i tij ishte i paracaktuar që në fëmijëri. Administrimi ishte në gjakun e tij, shteti në mendjen e tij. Vitet kaluan shpejt. Mustafa u edukua në mbikëqyrjen e të atit, por jeta i dha një provë të hershme. Babai i tij vdiq në vitin 1809 dhe një vit më vonë, në 1810, vdiq edhe xhaxha i tij, Ibrahim Pasha. Pozita e Sanxhakbeut të Shkodrës mbeti bosh. Vetëm 13 vjeç, Mustafa Pasha duhej të mbante mbi supe trashëgiminë e familjes së tij. Pavarësisht moshës së tij të re, sultani i dha atij titullin e Beylerbeut dhe ja besoi administrimin e Sanxhakut të Shkodrës. Por punët e shtetit nuk ishin lojë fëmijësh. Kudo kishte kryengritje, sulme banditësh dhe luftëra për territore. Mustafa Pasha u rrit dhe u forcua. Në vitin 1812, kur u ngrit në gradën e vezirit, ishte një nga pashallarët më të rinj në Rumeli. Perandoria osmane e caktoi për të shtypur kryengritjen e Ali Pash Tepelenës. Për shkak të sukseseve të tij, ju dhan edhe mutasarifatet e Ohrit dhe Elbasanit. Ai e pastroi rajonin nga njerëzit e Ali Pashës dhe rivendosi rendin osman. Por rreziku nuk vinte vetëm nga brenda. Në vitin 1828 shpërtheu lufta osmano-ruse. Si seraskeri i frontit e Edrenes, ai luftoi kundër forcave ruse që kishin pushtuar Vidinin dhe Rahovën. Ai nuk luftoi vetëm me shpatë, por edhe me zgjuarsi. Fitoi vlerësimin e Sultan Mahmudit. Megjithatë, osmanët pësuan humbje të mëdha në këtë luftë. Ndërkohë, brenda shtetit po ndodhnin ndryshime të mëdha. Sistemi i vjetër po shkërmoqej dhe po krijohej një ushtri e centralizuar. Ata që si Mustafa Pasha mbronin rendin e vjetër, po shiheshin si kërcënim për sistemin e ri. Bushati krijoi lidhje të ngushta me boshnjakët, Mehmet Ali Pashën e Kavallës dhe princerit serbe Malazez. Kur ju hoqën administratat e Ohrit, Elbasanit dhe Dukagjinit, dhe kur, me mbështetjen e fuqishme popullore në Shkodër, pushtoi qytetet e Nishit, Shkupit dhe Sofjes, ashtu siç kishte bërë dikur xhaxha i tij, Vezir Kara Mahmud Pasha, ai u shpall rebel. Fuqia e Bushatit ishte bërë aq e madhe sa po trondiste administratën osmane. Kundërshtari i tij nuk ishin vetëm ushtrit armike, por edhe vetë kryeministri osman, Mehmed Reshid Pasha. Në vitin 1831, ushtria osmane marshoi kundër Bushatit. Ai u mposh në malet e Babunës, afër qytetit të sotëm të Prilepit në Maqedoninë e Veriut. Ai u tërhoq në kalan e Shkodrës, por kur ajo u rrethua, kuptoi se rezistenca ishte e kotë dhe kërkoi mëshirë. Një njeri që dikur luftoi për osmanët, tani duhej të dorëzohej atyre. U dërgua në Stamboll, dinastia e tij u shpërb dhe pasuria ju konfiskua. Por gjithçka nuk kishte përfunduar ende. Në Stamboll ju dha një konak në lagjen e Sulejmanijes. Me kalimin e viteve, Mustafa Pasha nuk u harrua, por u kujtua si një mendje e zgjuar shtetërore. Ai u rikthye në detyrë duke shërbyer si vali në Bolu, Kastamonu, Adana, Marash dhe Konua. Në vitin 1853, u emërua vali i Hercegovinës dhe u vendos në Mostar. Ajo që nuk arriti ta bënte në Shkodër e realizoi këtu. Në vend që të luftonte kundër shtetit, ai punoi për krahti. Ai hapi shkolla, zhvilloi bujqësinë dhe krijoi vakfe bamirësie. Posti i tij i fundit ishte në tokat e shenjta në Medinë, por tani ishte lodhur. Më 27 maj 1860, dha frymën e fundit në Medinë. Me vdekjen e tij, sundimi i familjes Bushati mori fund, por emri i tij nuk u harrua. Vite më vonë, prona e sekuestruar nga shteti u kthye familjes së tij. Djemtë e tij vazhduan të merrnin poste të rëndësishme në administratën osmane. A ishte Mustafa Pasha i Shkodrës një rebel apo një pasha besnik i perandorisë osmane? Historia ndonjëherë është gri, por një gjë ishte e sigurt. Ai nuk ishte thjesht një pasha, ai ishte përfaqësuesi një epoke. Dhe emri i tij do të vazhdojë të jehojë ndër muret e gurta të Shkodrës për breza të tërë. Abonohu për të mësuar rreth ngjarjeve dhe figurave të rëndësishme që kanë lënë gjurmë në historinë e Shqipërisë. Aktivizo njoftimet që të mos humbasësh videot e reja. Mos haro të pëlqesh dhe të lësh një koment. Mendimet e tua kanë rëndësi për ne.